Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje gjithëve, po dëgjoni At the Movies. Do të jemi së bashku për plot 1 orë. Ju kërkoj ndjes a priori për këtë zërin tim që do thoni a është një vajzë, a është një djalë, jam një vajzë e ngjirur. Nuk i edhe aq keq. Mirë se vini në program të dashur miq të filmave, të dashur adhurues të filmave. Mendoj që të gjithë janë miq të filmave, absolutisht që po, por ka një rreth pak më të ngushtë ku futemi ne që nuk lëm gjë pa parë e të gjitha këto. Kam një ide që personat që nuk shohin filma mund të jenë biçim psikopatësh. E them këtë se më pas do flasim për njerëzit skizofren, për sezonin e 3 të Monsters, që ka të bëjë me këta njerëzit që vonë zbulohet që kanë probleme mendore, po mendoj që janë disa shenja të para dhe janë disa shenja që ne nuk i kemi kualifikuar te kjo lista e të dalluarit të një njeriu të çmendur. Absolutisht. Një prej tyre dua ta shtoj unë, nuk e di me kë duhet të komunikon, është një kështu si katalog DSM e ka emrin që janë ato sëmundjet psikologjike që e kanë në psikiatrit. Do t'ju çoj një email dhe do t'ju them, shtoni edhe këtë tjetrën që është karakteristika e njerëzve që thonë i urrej filmat, i urrej serialet dhe nuk shoh asgjë. Mos u friksoni të gjithë ju që po na dëgjoni tani që ideja ka nisur kaq ekstrem, por po flasim për një serial i cili titullohet Monsters, ka plot 3 sezone. Sezoni i 3 flet për një vrasës serial të quajtur Ed Gein, po do të zbuloj më shumë gjëra më pas. Do të jemi fillimisht me programin e ngjeshur të Cineplex për këtë javë dhe një premierë absolute e cila ka mbërritur. Kështu që nisim pak programin me një këngë shumë të bukur që vjen si kolon zanore Zootopia 2 ose Zootropolis 2, që premierën pritet ta ketë në fund të nëntorit, pas suksesit të jashtëzakonshëm që unë e dua shumë Zootopian, besoj e ke parë. Patjetër. Dhe Shakira është rikthyer gjithashtu për të bërë kolonat zanore të filmit. Po ta shikosh filmin, do më thënë, përshtatet ekstremisht kolona zanore me filmin si rall herë ose si, po themi, gjë shumë e veçantë që ndodh, se okay, patjetër që kolonat zanore të filmave bëhen për ato, po Shakira i rrish shumë mirë personazheve të Zootopias dhe ka absolutisht një pozitivitet, sidomos në këtë prag fundjavë që duket edhe një ditë e bukur, ashtu siç e përshkroi Edea duke udhëtuar diku dhe duke na dëgjuar ne, do të ishte zgjedhja fantastike. Mirë, kthehemi pak tek premierat në Cineplex. Ka gjithmonë një larmishmëri, javën e kaluar ishim me Klemin ku folim dhe për filmat që pritet të vi, ama diçka që më ndërhoqi syrin, pash pak dhe trailerin e premierës më të fundit, ishte fantastike. Patjetër që të gjithë po rendin tani drejt kinemas, të gjithë që nuk kanë parë ende filmin ku Leonardo DiCaprio është protagonist, ama më duket sikur tron erës edhe mund të ndodh të vjedha të vëmendjen. Ne ndjekim pak trailerin edhe zbulojmë për çfarë bën fjalë. Vija mes botës digjitale dhe realitetit. So much talk of AI and big tech today. Bëhet më e hollë se kur. He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent. A malfunctioning program who wants to live. Why is that? It's just a feeling. Fascinating. Tron, Ares, në Cineplex Tag dhe QTU. Në një të ardhme ku kufiri mes botës reale dhe asaj digjitale është tepër i holl, një program i avancuar i quajtur Ares dërgohet nga rrjeti në botën reale. Misioni i tij është kritik të ndërveprojë me njerëzit për herë të parë dhe të shpëtojë të dyja realitetet. Kemi këtë konvertimin e AI në një agent real i cili nuk e dim a do të punojë për njerëzimin, a do punojë për vetveten, a do ketë një mision njerëzor që zakonisht ndodh që thellë këta zbulojnë që kanë disa ndjesi edhe pak humanitet brenda vetes, por nga traileri dukej madhështor. Është nga ato filmat që mund ta shohësh me familjen, mund ta shohësh me partnerin, mund ta shohësh me shoqëri, një realizim jashtëzakonisht shumë i mirë, fantastiko-shkencor, aksione, gjithçka tjetër. Aq më tepër me një temë ekstremisht aktuale siç është inteligjenca artificiale. Dhe bëhet fjalë për një cast ku përfshihet Jared Leto, Greta Lee, Jeff Bridges, që unë kam shumë qejf si aktor, Cameron Monaghan, Gillian Anderson e të tjerë. Edhe në Shqipëri u bë goxha tem pjesa e inteligjencës artificiale ku ne
kishim Diellën si ministren e parë etj dhe u bën nami. Diella është shumë ndihmuese në një Albania. Mund ta them absolutisht. Por Diella mund të themi që ka acaruar një goxha pjesë të madhe të shoqërisë dhe madje të politikës, kryesisht opozitës, sigurisht. Dhe pse dua ta them këtë, që edhe pse ajo është thjesht një robot, kur ju dha fjala në parlament para disa kohësh, në Tonjza, se ajo bajti një fjali, kishte një atitudë, dhe kjo bëri që opozita të shpërthente, domethënë, të shkatronte seancën plenare. Çfarë dua të them me këtë? Që inteligjenca artificiale do të na ndikojë goxha në të ardhmen. Imagjino po na ndikon tani vetëm sa ajo ka të drejtë të flas, po kur të veproj, sepse un pash Elon Musk me robotin e ri Optimus, i cili në fakt kishte filluar të mësonte kung fu. Unë nuk e di pse një roboti në vend që ti mësojmë të gatuaj, të kujdeset, duhet të mësojmë kung fu. Është Elon Musk, gjithmonë ka një dëshirë për të bërë ca gjëra të çuditshme. Që nëse ne e marrim në shtëpi nesër, ashtu si Tron Ares, nëse ai vendos që këtë kung fun ta praktikojë me ne të shtëpisë. E kam vënë re që kemi mendime të kundërta për sa i përket inteligjencës artificiale. Por mendoj që nëse evolimi i tokës do thotë që ata na pushtojnë neve dhe kështu është shkruar, le të bëhet ajo që është shkruar. Po, mbetet për tu parë kjo një pikpyetje e madhe. Rikthehemi sërish në program për të kaluar tani te sugjerimet tona që vijnë nga Edea, dhe unë sot Edea ka zgjedhur të flas për një serial mjaft interesant, i cili në fakt ka pushtuar edhe rrjetin këto ditë. Bëhet fjalë për Monsters, në fakt është një trilogji deri më tani. Kemi parë sezonin e parë që fliste për vrasësin Jeffrey Dahmer, i cili ishte edhe ai një lloj psikopati, siç thie quajte në fillim, dhe kishte goxha fiksime të cilat sigurisht morën shumë jetë njerëzish, kryesisht adoleshentësh. Më pas kishim historinë e Lyle dhe Eric Menendez, të cilët vran prindrit e tyre dhe sot janë akoma në burg. Dhe çfarë ndodhi me daljen e sezonit të dytë, që historia e tyre u risoll edhe një herë zyrtarisht në kuptimin ligjor. Ata do të rigjykohen për vrasjen e prindërve të tyre, sepse ende ka një dyshim shumë të vogël nëse ata janë autorët apo jo. Megjithse në mendimin tim, edhe bazuar tek seriali, por bazuar edhe tek provat gjyqësore, sepse un kam kërkuar, kam rrëmuar edhe për historinë e vërtetë. Pra gjyqi s'është bërë akoma. Është bërë gjyqi, ata janë dënuar me burgim të përjetshëm. Jo, pra rihapja ende jo, dhe shpresat që ata të marrin një dënim më të ulët nuk ekzistojnë, po ka diçka shumë interesante, të paktën siç e koncepton populli amerikan. Fakti që gjyqi është rihapur, pra kjo është sido që të jetë një goditje e madhe për shoqërinë, po edhe për kinematografinë, të arrijë një film ose një serial të ketë kaq impakt në shoqëri deri tek ligji, është disi rasti i rrallë. Sepse ka dhe një problematik monster në vetvete që gjithmonë të vënë në dyshim atë gjën, kush është fajtori i vërtet? A është vetë ky personi? A është këta prindrit ose familja që e afektoi rrethanat që është ndrruar në këtë mënyrë? Apo jemi vetë ne dhe shoqëria amerikane ka hera e ka patur këtë glamorizimin e vrasësve serial, një lloj fandaksje, i themin e shqiptarët, janë si të fandaksur mbas këtyre gjërave, nuk po them vetëm për pjesën e të festuarit të Halloweenit e të tjerë, po në momentin e parë që del një TV show, një film ose një çfarë do lloj prodhimi kinematografik që ka të bëjë me historinë e një vrasësi, duket sikur të gjithë amerikanët marrin kokoshka dhe jo vetëm, edhe ne dhe kushdo tjetër kemi një interes kaq të madh tek jetët e këtyre, dhe ndoshta, domethënë është budallallëk dhe tragjike ta themi në emision, po dashuria që patën për dy personazhet dhe dy djemt që luajtën vëllezrit Eric dhe Lyle mund të ketë çuar dhe mund të ketë luajtur një rol në rihapjen e gjyqit. Absolutisht. Po kjo dashuria për vrasësin nuk ekziston vetëm në Amerikë, më vjen keq ta them, po edhe në Shqipëri ditët e fundit kemi hasur me një tematikë e cila ka qenë e pranishme pothuajse në të gjitha emisionet politike sociale të mbrëmjes, për një lloj mbështetje ndaj një vrasësi të një historie që ne e kishim pak ditë më parë, dhe komentet pozitive ose përkrahase të këtij vrasi ishin, me thënë të drejtën, goxha të shumta. Dhe ky është një fakt goxha shqetësues për shoqërinë. Ndoshta ky universalizimi që ne themi ka të mirat, po ka edhe të këqijat e veta, se ndoshta edhe populli shqiptar
ka filluar të mendoj disi ndryshe, ndoshta ndikuar padyshim edhe nga kulturat e tjera, po gjithsesi kjo është një temë e gjatë që vjen nga problemet sociale e tjera. Kurioziteti i madh dhe vrau madh. Pikërisht. Megjithatë, për të rikthyer tek ajo për çfarë po flasim sot, dua të them disa statistika përpara se ne të zgjerohemi tek sezoni i tretë i cili sapo është publikuar. Duhet thënë se Monster the Jeffrey Dahmer Story në momentin e parë që u publikua në Netflix, pra në javën e parë, pati 22 milion views, sepse Netflix ka publikuar statistikat për treguar sa i suksesshëm është. Ndërsa historia e Lyle dhe Eric Menendez në vetëm 3 ditë arriti 12.3 milion shikime. Ndërsa Monster the Ed Gein Story, që është sezoni i tretë për cilin ne flasim sot, vetëm në 3 ditë është klikuar 12.2 milion herë, që do të thotë është një thyerje rekordi në raport me kohën. Pra, Lyle dhe Eric Menendez ju deshën 7 ditë për të grumbulluar 12 milion shikime, në vetëm 3 ditë Ed Gein ka marrë 12.2, që do të thotë edhe për 4 ditë ekziston mundësia që të bëhet ndoshta sezoni më i klikuar i Monsters. Është ajo dyshja e Ryan Murphy dhe Ian Brennan tashmë me Monster, ata e kanë krijuar atë perandorinë e tyre dhe duket sikur këdo të përzgjedhin nga këta vrasës serial ose njerëz problematik të së shkuarës dhe ta portretizojnë në serial, do kthehet automatikisht është për momentin numri 1 në Netflix nga TV shows. Njerëzit po çmenden kudo anë mban. Unë lash ta shikoj në fundjavë me atë dëshirën për ta se do ta them dhe pak më vonë, zakonisht më ka ndodhur me Eric dhe Lyle, po mundohesha ta shija si ato çokoladat që ti sjellin nga jashtë, që thu do haj një sot, do haj një pastaj nesër, edhe mundohesh ti ruash. Kurse kësaj radhe do shtrohem në një banket të mirë të. Dhe se më kujtove këtë detajin, kur un kam parë Eric dhe Lyle Menendez, kam qenë në New York dhe kam parë. Të gjithë mbajnë mend se ku e kanë parë Eric dhe Lyle. Po kujtoja pak më parë dhe mbaj mend kam qenë duke bërë shtëpinë dhe kisha kaluar në një shtëpi të vogël derisa të bëj e imja, një kat më poshtë, dhe e mbaj mend, domethënë ndoshta nga që nuk ishte televizori aq i mirë të tjerë, edhe domethënë kam kaluar një ata shonë laptop, ata shon telefon, se isha aq e investuar dhe doja të kisha eksperiencën kinematografike më të mirë të mundshme. Absolutisht. Unë përjetova 2 fish, sepse duke qenë se po jetoja në Amerika të periudhë, mbaroja serialin dhe isha i detyruar të shikoja televizionet amerikane, të cilat her pas here flisnin dhe për këtë ngjarje. Kishte pamje që unë përballesha në New York e tjerë dhe domethënë kam parë një 2 seriale, do ta shpjegoj edhe një pastaj, që i kam parë atje dhe më kanë dhënë komplet një energji tjetër. E shikon tani rolin e tyre, e bëjmë ne me emisionin që kemi. Tani kush ishte Ed Gein dhe çfarë ishte ky vrasës i tmerrshëm serial, ideja e zbulon vetëm pas pak. Po flisnim pak më parë mbi Monster dhe sezoni i tretë i sagës Monster ka mbërritur. Ajo pritshmëria për sukses është e lartë. Si fillim ishte historia e Dahmer që rrëmbeu vëmendjen e publikut, vëmendje që u kalua me realizimin e Lyle dhe Eric Menendez. Mbaj mend që për një kohë shumë të gjatë ishte gjithçka për të cilën njerëzit po flisnin e shihnin. Mua ndonjëherë mas suksesin e serialeve ose filmave me atë ekon. Pra nëse e ka patur ekon mbi 1 muaj, mbi 2 muaj, do thotë që ka te kaluar çdo pritshmëri. Mirë, unë e thash dhe pak më parë, kam parë Lyle dhe Eric si ato çokoladat, kësaj radhe kam për ta parë menjëherë, duket sikur Ryan Murphy dhe Ian Brennan janë bërë një dyshe e frikshme. Nëse do isha regjizore dhe do konkuroja në çfarë do lloj kompeticioni dhe do më thonin, "Hey, konkuron edhe Ryan dhe Ian", do thoja, "A mund ta tërheq aplikimin tim?" Edhe të tërheq i lë garën atyre. Mirë, di se do zhytem këtë fundjavë të serialit, nuk e kam parë ende dhe nuk mund t'ju jap një kritik të mirëfillt pa e parë, ama nuk dija asgjë mbi Ed Gein dhe u futa dhe bëra ato hulumtimet e mia dhe zbulova se Ed Gein ishte një vrasës i cili gërmonte varre dhe grabiste copëza lëkure nga trupat e grave të vdekura dhe i ripërdorte si maska, tasa dhe shtresa mobiljesh. Në të njëjtën kohë, ai ndërtoi një kostum të bërë nga copëza që kish grabitur nëpër këto varre, nga dëshira për ta veshur dhe për t'i ngjasuar mamas së tij të vdekur.
Po mundohem ta bëj kështu të frikshme që njerëzit të tërhiqen dhe ta shohin. Në fakt është histori e vërtetë për të gjithë ju që mendoni se ka pak trillim seriali, po pjesa më e madhe absolutisht është e vërtetë. Prandaj vendosa kësaj radhe t'ju them çka janë faktet të vërteta, që kur të shikoni diçka ndoshta më të hiperbolizuar, të thoni okay, këtu është dora e. Se do ndalim edhe një fact check për të parë se kush është trillim dhe kush. Thoni okay, këtu që nga dora e Ryan dhe Ian, kjo pjesa tjetër që kërka e vërtet. Në serial marrëdhënia problematike mes Edit dhe të ëmës patjetër që preket, edhe duket sikur është një tematik përsëritse, saqë tani më duket sikur është karakteristikë stilistike Ryan dhe Ian, kjo marrëdhënia mes prindërve, këto rrethanat ku këta fëmijë janë rritur dhe janë shndërruar në të rritur problematik. Në këtë rast e ëma e Ed Gein ishte një grua ekstremisht fetare, e cila e kishte mësuar që të vogël se të jesh një femër është mëkat dhe se femrat janë mëkatare. Pas vdekjes së saj, Ed obsesionohet me prezervimin e lëkurës me vdekjen dhe përveç gërmimit dhe grabitjes të varreve, ai gjithashtu vendos të vrasë 2 gra dhe arrestohet. Pas arrestit shpallet klinikisht i çmendur dhe skizofren dhe ndërron jetë në një spital psikiatrik. Si personazh, ai ka frymëzuar plot karaktere filmash si Norman Bates në Psycho, Leatherface në The Texas Chainsaw Massacre dhe Buffalo Bill në The Silence of the Lambs. Prap e tham edhe më parë, si gjithmonë Monster vë në diskutim atë fytyrën e vërtet që fshihet pas monstrës, pra a është ajo e vrasësit serial edhe këtij psikopatit, a është ajo e rrethanave, qoftë familja, qoftë mjedisi që është ndërruar në të tillë, apo është vetë ajo e audiencës që jep vëmendje dhe glamorizon njerëz të tillë. Tani, unë kisha dëgjuar më herët për Ed Gein, nuk e di çfarë tregon kjo për karakterin tim, po shumë e di. Jo, unë kam të fusta ajo lista që përmenda më përpara më një herë. Para ca kohësh u fiksova shumë me vrasësit serial. Jo para ca kohësh, më ka zgjatur kjo goxha dhe kam hyrë dhe lexoja çdo mbrëmje para se të flija gjumë. Shumë e çuditshme është kjo, nga një histori të një vrasësi serial. Madje ishte bërë aq e popularizuar periudha kur unë përmendja këto që Stenaldo më thërriste me emrin e një vrasësi serial tu në radio. Edhe si ishte Ed Gein ai. Jo, nuk ishte Ed Gein. Dhe ideja është që 2 viktima janë të konfirmuara të Ed Gein, por mendohet që ai ka vrarë më shumë gra nga sa është bërë zyrtare, sepse ka një lloj dyshimi FBI sepse ai kaloi një test poligrafi, pra që u vërtetua që ka vrarë vetëm 2 gra, po në fakt në atë periudhë janë zhdukur edhe shumë gra të tjera. Po ai ishte ky kaq i çmendur sa kaloi dhe testin e poligrafit duke gënjur. Edhe kjo është një pikë pyetje që ende sot nuk është zbuluar. Shiko, mendoj që njerëzit që kanë split personality, pra mund të kanë më shumë personalitete brenda vetes tyre, vërtet e besojnë që diçka se kanë bërë se është ky personaliteti tjetër që po flet. Absolutisht. Po për sa i përket kësaj tamam fjala dur është, e di që ndonjëherë e shmang këtë terminologjinë alla rrug, po është fandaksi, ne jemi si të fandaksur mas vrasësve seriale të tjerë, edhe ndonjëherë them duhet kemi ndonjë problem, nuk po ta hedh kështu si kujt ty. U investova gjatë ta, por mendoj ajo çka na shtyn ti shohim dhe të mësojmë gjithçka rreth tyre, është ai kurioziteti që kemi tek vetja që, okay, këtë njeriu tjetër, çfarë bëri? Pikërisht, pra, është misteri, enigma dhe ajo pseja që ne përpiqemi të gjejmë, po her pas here nuk ka ndonjë shpjegim konkret. Unë mendoj që në këtë rast është mamaja e Edit që i ka thënë që gratë janë mëkatare, dhe që çdo grua është mëkat. Që këtu fillon, me thënë, aty është ajo krisma e parë që nis një që mund t'ja ketë dhënë më pas, po. Megjithatë, unë po shikoja, siç të thash, për të bërë një kontroll të fakteve të vërteta dhe të sajuara në serial. Tani, ngrihet pyetja nëse Ed Gein bën të vërtet kostume apo rroba me lëkurën e njerëzve. Në fakt, kjo është e vërtetë. Po. Eksakt. Jam shumë, më duket sikur jam e përgatitur se sa po lexova pak më parë mbi të. Jam shumë i përgatitur. Është e dura. Okej, atëherë po të testoj ty me kaq sa. Kam lexuar një informacion shumë të shkurtër. A ishte Ed Gein kanibal? Jo, me sa jam unë djeni. Ishte vërtet, nuk ishte. Sa persona vrau Ed Gein, këtë e tha. A vrau ndonjë familjar të tij Ed Gein? Interesante. Jo, por a mund të ketë vrarë maman e tij? Po.
Në fakt, tek seriali, po e zbulojmë këtë në serinë e parë, mos ta them më mirë. Ma thuaj se u kuriozdova shumë tani. Ai shihet teksa vret vllajin e tij të madh. Okay. Po kjo mund të jetë një sajesë. Dhe një pyetje tjetër është që libri, por edhe filmi Psycho, a janë bazuar tek historia e Ed Gein? Psycho po. Okej, sakt. Yes. Mirë, je goxha e përgatitur. Ikim tani se s'kemi kohë. Besoj do kemi edhe pak kohë për tu përshëndetur pas pak. Okej, shkëputemi për pak. Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të The Movies edhe për sot, po dëgjoni Milli Vanilli, të cilët u ringjallën nga Eric dhe Lyle Menendez. Po pas ka një histori shumë të bukur që ti sapo ma tregove, unë nuk e dija. Do futem ti dëgjoj në fakt se më intriguan shumë. Dëgjoj audio se po ti shohësh nuk janë të vërtetë. Ka një lloj keq kuptimi në këtë mes. Mos harroni Tron Ares, është premiera më e re në Cineplex që flet për inteligjencën artificiale dhe në një mënyrë se çfarë do ndodh me njerëzimin nëse inteligjenca artificiale del jashtë kontrollit. The One Battle After Another, nëse ende nuk e keni parë, nëse dëshironi të qëndroni në shtëpi, në Netflix keni Monster. Sot janë kështu pakta të qarta dhe nuk keni pse të hallakateni shumë. Ne do të jemi sërish bashkë javës tjetër. Deri atëherë kalofshi bukur, shikoni filma të mirë dhe mos harroni ato çfarë shihni në seriale të mbeten aty. Mos keni pastaj. Ose janë shumë të vërteta, siç është në rastin e Monster. Dëgjohemi javës që vjen, kalofshi bukur.